Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. Vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi të dashurit tuaj. Allahu i Madhreshëm na ka dhënë begati, mirësi dhe nimete të cilat sikur të fillojmë me i numëru, zot mundemi me i përfundu. E padyshim prej pasurive të kësaj bote janë edhe familja dhe fëmijët tonë. Mirë po, a thu vallë, sa i kemi prindërit tonë të kënaqur me ne. Nuk ka dyshim që nëse pyetet prindi për fëmijën e tij, edhe nëse ka gabime, ai nuk do t'i përmend. Por do të thëtë, sikur fëmiju im nuk është askush, sikur djali im nuk është askush, sikur vajza ime nuk është askush, sepse fëmijët janë pasuria më e madhe që kanë prindërit sot. Dhe të gjitha mund t'i falë një familje, një prind, një nën dhe një baba, por nuk mund t'a falë atë të cilin Zoti e ka dhuru, atë të cilën Zoti me te e ka begatu e që është fëmiju. Mirë po, sot do të flasë për fëmijet në raport me prindërit e tyre, për ne në raport me prindërit tonë, për ne të cilët ende i kemi prindërit gjallë, në raport ne me prindërit tonë. Njeriu është bërsli ndaj Zotit fuqiplot, pastaj ndaj prindërve të tij. E padyshim, ai që e ka të parën do ta ketë edhe të dytën. Apo ai që është adhuruesi i Zotit, patjetër do të jetë edhe respektues dhe i dashur për prindërit. Por ai që nuk e njeh Zotin, nuk është çudi që nuk i respekton prindërit, nuk i nderon prindërit, nuk i respekton ata dhe nuk u shërben atyre. E shkurtimisht sot do të flasim për 10 detyrat e fëmijët ndaj prindit të tij. E para, duhet që fëmiu ta thras prindin e tij me emër të bukur, ta thras me emër nga zemra dhe shpirti i tij. Dhe nuk është e hijshme dhe e bukur që fëmiu ta thret prindin e tij në emër. Fatkeqësisht sot ndoshta duket çesharake, por gjithherë themi nga mërzia dhe nga pikëllimi dhe nga zemra jonë e thyer, kur shpesh dëgjojmë që shoku shokut, dosti dostit, vllau vllaut i thot bab ose bir. Është ndoshta çesharake, por në anën tjetër është me çaj për mos edukimin tonë, për mos respektin tonë, sepse a thua ka dikush ta zaventson babajin, ka dikush ta zaventson nënën, ka dikush ta zaventson vladin. Jo, këto janë vetëm nga Zoti. Andaj ju këshilloj dhe ju edukoj dhe ju porosis nga shpirti edhe nga zemra, largoni këto shprehje me të tjerët përveç atë të cilën e ke baba dhe atë të cilën e ke nën. Këta të dy, thirrni dhe bëju respekt me emrin më të bukur, me shprehjet më të bukura. E dyta, nuk bën të ecë njeriu para prindit të tij. Nëse ecë është mos edukim dhe mos respekt. Gjithherë prindi duhet jetë para fëmijët të tij. E treta, fëmijët duhet ta dojë për prindin e tij, për nënën dhe baban e tij, atë që e don për vetveten e tij. Nëse prindi ka nevojë për ushqim, duhet ta ushqesh atë. Duhet të japësh ushqim edhe pije.
Nëse ka nevojë për veshje, duhet t'i blesh rroba edhe më të bukura të cilat janë për prindin tënd. Fatkeqësisht sot edhe këtë me mërzi dhe me zemër të tyre themi që ka plot prind të cilët ankohen për fëmijët e tyre. Jo pse s'ka pasuri, jo pse s'ka vendbanim, jo pse s'ka hapësirë dhe jo pse nuk ka vend në sofër, por nuk ka zemra të pastërta që me prind me jetu, me prind me ushqy, me prind me shëtit, me prind vendet bukura me vizitu, me prindërit familjen me vizitu, me prindërit dreke dhe dorë me shërbim, kafe dhe çaj me ushqy, edhe rrobat më të bukura atyre me jau ofru. Pse? Faja është të ne, fëmijë, nuk është të prindërit. Faja është të ne se ne nuk jemi të edukuar, ne nuk jemi të emancipuar, ne nuk jemi të shkolluar. Ndoshta të gjitha do t'i kemi, por një ditë prindërit nuk do t'i kemi. E padyshim, ofshamat tona në atë kohë janë të pavlera, janë të parancishme, sepse kur është dashur dhe ka qenë koha, kemi qenë neglizhent. Andaj është muaji Ramazan dhe në Ramazan sofrat tona mbushen nga nonat tona, sofrat tona mbushen nga prindërit tonë. E me qëllim e kam zgjedhë këtë temë që zemrat tona të zbuten, shpirtat tonë që të qetësohen dhe prindërit tonë të gëzohen. Nëse ka nevojë prindi për shërbim, duhet t'i shërbim. Nëse na thret, duhet t'i përgjigjemi. Madje nga feja jonë e bukur islame e dëgjojmë dhe kemi rregull që nëse jemi duke u fal namaz nafile, sunet, që nuk është obligative, dhe e dëgjojmë zonën e prindërit duke na ftu neve, e që është duke mos na pa që jemi në adhurim, jemi në namaz, dhe namazi jonë është nafile sunet, atëherë duhet lihet suneti për të përgjigjur farzit. Duhet lihet namazi për të përgjigjur prindit. Nëse urdhron prindi diçka, duhet t'i bindet fëmijë. Normalisht, nëse ky urdhër nuk është në kundërshtim me fen. Duhet të flas fjalë të ëmbla, të buta dhe të jetë i mëshirshëm me ta. Dhe e fundit, fëmiu është i obliguar për prindërit e tij që qofshin të gjallë apo të vdekur, të rinj apo të moshuar, të lutet gjithherë në çdo kohë edhe në çdo mundësi për ta. E padyshim të lutja nuk ka mundësi të i harroj prindërit e tij asnjëherë, ai i cili e njeh Zotin dhe ai i cili e adhuron Zotin. Sepse ai që adhuron Allahun e di që brenda namazit të tij është duaja që unë e përmendi shpesh dhe e çmoj shumë, e dua shumë dhe e përsëris shumë, e që është në fund të namazit, po e citoj në gjuhën shqipe: O Zot, falë mua, prindërit e mi dhe gjithë besimtarët a ditë kur do dalim me dhënë llogari. Duani dhe respektoni prindërit dhe nderoni ata, jepni për ta, gëzonu për ta dhe në fund lutuni për ta. Zoti ju ruajt juve, prindërit tuaj dhe fëmijët tuaj. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.